Dua ta nis këtë blok shënimesh me një histori të shkruar nga një prej ustallarëve më të mëdhenj të letërsisë botërore, Stendalit, i cili i dha një personazhi të jashtëzakonshëm, Fabrice Del Dongos, një nga zhgënjimet më mbreslënse dhe më tragjike të historisë letërsisë. Fabrice Del Dongo ishte një iri i dehur nga legjenda e Napoleonit, që u nis drejt Waterloos me zemrën zjarr. Në imagjinatën e tij, betejë ishte skena ku historia shkruan për heronjt, ku nderi fitohet me guxim dhe ku njeriu ngrihet mbi vetveten. Dhe ai ëndron lavdinë, ëndron madhështinë, ëndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ëndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur më rrinë në Waterloo, gjithçka shëmbet. Përballë tij nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës. Ka balë, tym, pluru, lërima, erë, gjaku, plagë të hapura, këmbë të kputura, koka të shpartalluara, njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin pa të marruar sa ata që sulmojnë dhe pseja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imagjinar tretet në kaosin e realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtetë. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është të kesh ideale. Të kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme. Është energjia e mirë që të çon përpara. Por e rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër. Ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës son, ku iluzionet nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi si dikur, por ato prodhohen edhe në hapësirën e lirisë, me pakufishmërinë e mundësisë për të përzgjedhur dhe shumëfishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, por vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi mund të ndryshojë botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëjë një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret pa pushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë e një historie të ndërtuar për të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçkaje që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj dhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën,
por mbrojnë flamingot, por mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prerëspyjeve, i kemi pasur leitmotiv dhe i kemi leitmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga sloganet që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqert, nevoja për të shprehur në një komunitet kthehet në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjera. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër. Për të cilin interesat e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Njeriu mendon se po lufton për diçka shumë fisnike, ndërkohë që është bërë një ushtar në një betejë që faktikisht nuk është më e tij. Ashtu si Fabrice Del Dongo. Ai hyn në fushën e betejës i tërhequr nga magneti i një ëndre fisnike dhe dal nga dal rrezikon të zbulojë shumë vonë se beteja ku përfshi nuk ishte ajo që kishte besuar. Dhe mësimi i Fabrice Del Dongos nuk është të heqësh dorë nga ëndra, nuk është të heqësh dorë nga dëshira fisnike që të jesh një ushtar i natyrës, që të jesh një vullnetar në mbrojtje të biodiversitetit, që të jesh një një aktivist në kërkim të një harmonie sa më perfekte mes natyrës dhe zhvillimit. Përkundrazi, është të mos lejosh që ëndra të bëhet më e fortë se e vërteta. Dhe që duke u bërë fanatik të rrëzosh mundësinë e bashkëpunimit me faktet dhe me të tjerë që ti nuk do ta shohësh se mendojnë si ti, duan të njëjtën gjë që do ti. Flamingot nuk ka nevojë për turma të rrëmbyra nga histeria e algoritmit dhe të nxitura nga interesa të tjera që nuk janë fare interesat tona, nuk janë fare interesat e Shqipërisë, në një betejë të globalizuar, jo se bota papritur u zgjua e alarmuar për fatin e flamingove, por se bota spostoi në nart një betejë të madhe kundër presidentin e Amerikës për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me nartën, dhe gjithë kjo urrëtie dhe ky mllef dhe ky zemrim që ka natyrë politike, ideologjike, çfarë të doni, arsye që s'na interesojnë, krijoi kushtet që të hapet një kanal, një revolucion imagjinar për ata që mu menduan gabimisht që u bë dedikos për lugën e ndryshkur të karrierave të tyre politike apo për partiçkat e tyre të reja që u bën shumë shpejt vjetra, të vogla që duhen të rriten duke hedhur gur, duke fshehur duar, duke nxjerrë një dorë, duke mbuluar një dorë tjetër. Unë jam këtu, ne jemi këtu për të bërë së bashku më të mirën për Shqipërinë, për natyrën, për Zvërnecin, për flamingot, por ama për të bashkëpunuar me realitetin, jo jashtë realitetit, për të ndarë së bashku faktet dhe jo për të fluturuar në një territor ku faktet nuk kanë asnjë vlerë.
dhe mbi të gjitha për të diskutuar për një projekt i cili ende nuk është gati dhe për të marrë me si projekti mund të bëhet sa më i shkëlqyer. Dhe jo për ta rrëzuar, ndërkohë që ai është në lindje sipër. Besoj që ky shënim ose më saktë kjo hyrje në këtë blok shënimesh është e mjaftueshme për ta quajtur bllokun të mbyllur për sot. Sepse çdo gjë tjetër e keni mësuar nga urimet e tjera të lajmeve nëse keni mësuar, por edhe në mos e paçi mësuar akoma, është më pak e rëndësishme se sa prezantimi me Fabrice Del Dongo. Shumë faleminderit.